FIFA ka bërë dje zyrtare ndarjen në Vazo për shortin e Kupës së Botës 2026 që do të zhvillohet më 5 dhjetor. Dilemat më të mëdha pa dyshim ishin mbi pozicionimin e skuadrave që vinin nga play-offi që kanë mbetur për të zbuluar emrat e 6 ekipeve të fundit pjesëmarrëse në turne, pasi ato europiane mund të përfundonin në vazot më lartë. Por me njoftimin që ka bërë sot FIFA duke shpjeguar procedurat e shortit, është bërë qartë se të gjitha skuadrat që vijnë nga play-offi do të vendosen në vazon e 4. Kësaj kur të bëhet ndarja në grupet përkatëse për të caktuar kalendarin e botrorit, supozohet që fituesit e play-offit të jenë në vazon e ekipeve më të dobta, duke garantuar potencialisht përballje më të vështira për rrugtimin e tyre. Kjo është ndarja në vazo. Në vazon e parë, Kanada, Meksik, SBA, Spanjë, Argjentinë, Francë, Angli, Brazil, Portugali, Holand, Belgjik, Gjermani. Në vazon e dytë, Kroaci, Marok, Kolumbi, Uruguay, Zvicër, Japoni, Senegal, Iran, Korea e Jugut, Ekuador, Austri, Australi. Në vazon e tretë, Norvegji, Panama, Egjipt, Algjeri, Skoci, Paraguay, Tunizi, Bregu i Fildisht, Uzbekistan, Katar, Arabi Saudite, Afrike e Jugut. Në vazon e katërt, Jordani, Kepi i Gjelbër, Ghana, Curaçao, Haiti, Zelanda e Re, play-offi europian dhe play-offi ndërkontinental.